Ardit Ukshini është vetëm 16 vjeç dhe nuk mund të ecë, por nga sot u bë me karrocë fal donacionit të organizatës turke Time to Help. Nëna e Arditit thotë se deri më tani janë përballur me shumë vështirësi gjatë bartjes dhe lëvizjes. Dhe me këtë ndihmë ajo thotë se ju ka lehtësuar jeta dhe mund të kujdeset më mirë për të birin. Pak ma letë se kësë muj ke me hec, e tash kjo rrit, po ka qef me dal, me hec, po lakmon, po ka qef me shiju jetën edhe kë, se ku fëmi tjerë, faleminderit shumë. Ndërsa përfaqësuesi nga organizata turke tha se do të vazhdojnë edhe në të ardhmen me ndihma dhe donacione për familjet skamnore dhe për personat me aftësi të kufizuara. Bu sakatlar için arabalar mevcut ama arabamız... Ky donacion është i organizatës tonë Time to Help në bashkëpunim me kolegjin Mehmet Akif, si dhe komunën e Gjakovës, të cilët na kanë ndihmuar në transport dhe për t'i shpërndar. Këtu i kemi sjellur 14 karroca lëvizëse dhe 6 të tjera që shfrytëzohen për ndihmë gjatë ecjes. Edhe në të ardhmen do të vazhdojmë të sjellim donacione të tilla këtu. Bu kadar yeri vardı. Daha fazlasını getirmeyi düşünüyoruz. Bunun yanında gıda. Menaxherja e qendrës së ndikosit Brilanta Ballata e falenderoi organizatën turke për këtë ndihmë të domosdoshme për këtë kategori me nevoja të tilla. Ka qenë shumë i nevojshëm dhe është gjithmonë i nevojshëm, se është me mungesë dhe në Kosovë këtu as nuk prodhohen, as nuk ka, zakonisht na me donacione që kërkojmë edhe i furnizojmë njerëz me nevojë, ku ju lehtësohet qasja edhe lëvizshmëria e personave me aftësi të kufizuara, po ashtu edhe familjarëve. E për ndikosin këto karroca kanë qenë më së të mirë së ardhura, sepse në këtë qendër kanë kërkesa të shumta nga familjet e personave që kanë nevojë për to, shtoi ndër të tjera Ballata.